para një viti, do me thënë, kur ka marrë këtu për problemet e mia, që në ndodhi fatkeqësia me bashkëshortin tim, me baban Ndjes pas, po. Amin. Duke qëndruar në shtëpi, do me thënë në atë mallëngimin tim që kisha, rënja ime shpirtërore, mungesa e bashkëshortit, Laerti më afron një libër. Ka qenë ke juve dhe ju i kishit dhënë një libër. Po, këtë libër, po. Po. Dhe më tha Laerti, gjatë kohës që unë jam në teatr, mami, ti me që merresh me punë të shtëpisë, kur ke pushim dhe e ke qef librin, se kam lexuar vazhdimisht më tepër nga Ilia, që shkruante, kemi qenë bashkëudhëtar tek libri, më tha merre këtë librin dhe lexoje. Dhe në fund pastaj më thuaj për përshtypjet e tua. E kam marrë librin, e kam lexuar, jam prekur jashtëzakonisht thellë për ato ndjenjat, për atë respektin që ke shprehur për maman, mamaja të prehet në parajs, që ke thënë uratën. Amin. Për atë sakrificën që keni thënë, që mamaja vuante e ka qenë e sëmur, do me thënë, në atë moment, vura veten time, që bashkëshorti im ishte i sëmur dhe i shërbeja, edhe thash, sa gjunaf, do me thënë, iku nëna, edhe fëmia ndjen dhimbjen e nënës. Kjo më ka prekur, dhe gjatë kësaj kohë që kam lexuar librin, flisja me vajzën time, se dhe vajza ime pati një traumë psikik, se ka qenë shumë e lidhur me baban e vetë, si gjithmonë që e pranon edhe shkenca këtë që vajza është gjithmonë e lidhur me fjatin. Mundohesha që ta ngreja nga ana shpirtërore, dhe lija, do me thënë, telefonin të hapur, ishim në linjë të hapur, dhe unë i lexoja pjesë nga libri juaj. Të më falni, Elenës dhe i thosha, shiko me Elena, edhe ky fëmi ka qenë, e shikon që flet për mamin e vetë, humbi mamin, fëmia, ti humbe baban, por është e pamundur, shpirti shpjegon Sadria brenda në libër, nuk zhduket, nuk humbet, e ke pranë, prandaj mos u mërzit, jeta vazhdon. Vetë Zoti e krijoi këtë cikël dhe nga ky cikël të gjithë do kalojmë. Por amar, se kur do kalojmë, atë e di vetëm Zoti. Prandaj bëu e fort, edhe vazhdo jetën tënde, se je vajzë e re dhe çdo gjë do rregullohet. Do me thënë, ai motivi që i kam dhënë Elenës, do me thënë që jeta vazhdon, ka qenë libri juaj. Dhe shprehjet që keni përmendur ju në libër për maman. Prandaj, duke lexuar këtë libër, nuk e di, ju ndjeva pranë, si fëmin tim, pa ju njojtur fare, faleminderit shumë. Pa ju parë, dhe i thash Laertit që po të t'i jepet që atëherë që lexova librin, mundësia që ti të vesh në Kosovë, në qoftë se unë do jem në Tiranë, unë edhe sëmur të jem, do më marrësh me vete se dua të vete. Faleminderit shumë, Bernardite, faleminderit shumë. Shumë faleminderit shumë. Faleminderit juve që më krijuat këtë mundësi dhe erdha dhe ju njohita të gjithë ju këtu, njerëz të mrekullueshëm, njerëz të dashur dhe kështu dua, do me thënë, gjithmonë të dëgjoj për dashuri dhe për respekt për njëri tjetrin. Po cili është zëna Rebek, po thamë nëna Rebek, më mirë nëna Rebek. Cili është amaneti ju për gjithë brezat e ri, sonte që na ndjekin emisionin? Amaneti im për gjithë brezat e ri në radhë të parë uroj, sepse neve çdo gjë që punuam, çdo gjë që ndërtuam, deri këtu ku kemi arritur, do me thënë, kemi një amanet se kuj do t'ja lëm këtë brez. Dhe ky brezi duhet, do me thënë, ta marri stafetën që deri këtu arritëm neve dhe ta çojë më tutje. Mirë po që të çojë kjo stafetë më tutje, nuk çohet kështu thjesht me një duar trokitje. E vërtet. Sepse do një punë, do një përmbysje, do një revolucion dhe që të ndërtohet çdo gjë akoma më mirë nga sa e sollëm neve këtu, në radhë të parë duhet të bëhet revolucioni në ndërgjegjjen e njeriut. Duhet të bëhet revolucioni në mentalitetin e njeriut. Po nuk ndryshoj njeriu,
atëre nuk ka atë që neve dëshirojmë të presim për një ndryshim të madh. Prandaj, këtë ndryshim tek njeriu kush e bën? E bën shkolla, e bën familja, e bëjnë vlerat. Domethënë, çfarë i përcjell këtij brezi? Çfarë duhet të shikoj nga ne të më përpashmi? Çfarë duhet të marri? Dhe kë duhet të vlerësoj? Pra, gjithmonë duhet të vlerësojmë të mirën dhe të ecim për ta bërë atë të mirë akoma më të mirë. Ky është amaneti që i përcjell brezit. Faleminderit shumë. Brezi duhet të shkollohet dhe të di orientimin, domethënë, ku do orientohet konkretisht për të vazhduar këtë rrugë. Nuk duhet të shpërndahet as nuk dua që t'i them, domethënë, gjëra të kotësira që për moment ndofta ato kotësirat mund të ngrejnë ose nga ana emocionale sikur të çorodisin një çik. Jo, në qendër të vëmendjes duhet të jetë, domethënë, zgjuarësia tek njeriu dhe të di, domethënë, objektivin si duhet ta përcaktoj dhe si duhet të punoj ai për ta realizuar këtë objektiv. E vërtet. Po çka ka pëlqyer tek Laerti më së shumti në Big Brother, edhe çka ju? M'ia thon sot në sy. Po, në sy. Laertit më ka pëlqyer kjo gjë. Se me Laertin si prindër kemi punuar, ne kemi qenë ushtarak që të dy, siç e ka thënë Laerti, edhe kemi punuar që t'u japim vlera fëmijëve tanë. Absolutisht. Po. Edhe ja keni arrit qëllimin. Do Zoti, nuk themi, domethënë se e mira nuk ka për mendimin tonë, po. Do Zoti, faleminderit ju për konsideratën dhe besimin që keni për Laertin, por i kemi thënë Laertit që i vogël kur ishte, jemi munduar dhe i thoshim se Laerti është rritur me prindrit e mi, është rritur në Elvin, dhe kur e morëm ne në moshën 5 vjeç, ishte pak i përkëdhelur, ishte pak, domethënë, tekanjoz, se me gjyshrit ishte krejt ndryshe ai kujdesi. Kur erdhi në familjen ke ne që të dy ishim me rregulla, ishim me disiplinë, ishim me strikte. Domethënë, edhe Laertit sikur, domethënë, nuk i pëlqente. Deri ku do thuash? Kjo gjë. Edhe? Dhe kur erdhi Laerti, filluam neve, Laerti kjo, Laerti ajo, Laerti ki kujdes tu, Laerti mos të, Laerti dallo të mirën nga e keqja, njëra anë. Laerti duke qenë rebel, ikte, dilte nga shtëpia, merrte bukën, andej merrte rrobat, i thosha